Ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Si këtu nga kuzhina e Reze Dielli, kemi receta me ngjyra sot, kështu që na ndiqni deri në fund të përgatitjes së tyre. Dëgjoj, tash i them të drejtën, atë këngë që kishe vënë, se sa filloi emisionit, kërkoj ta fikte nuk i fikej. Se kënduam Leti të bie nga Sherif Merdani. Super këngë. Po ku ishe ti o Zot, kur nga vetja të mohuam, ne këndonim Leti të bi. E shkurtove, që ka aty paka shumë. I futa shkurt edhe në Albana, improvizova, se dhe fjalët harohen, por i madhi Sherif Merdani nuk harohet. Këngë të pavdekshme. Atëherë. Çka gatuajmë sot me ngjyra, se unë ju thash që gatuajmë me ngjyra sot. Tigan. Yndyr. Kam patullxhan të vendosur në ujë, patate që tani sa e bëra, karotat, qepën, domaten, kam zgjedhur këtë domaten e vogël, e di që është e shtrenjtë, ama mos më përshkatoni, por ju mund të merrni domaten tjetër. Por, përse marr këtë? Sepse ka një shije super të veçantë, i jep një vlera, çdo perime ka vlerat e veta, normalisht është bazika si vlerë, por është e ndryshme. Provoj, ja. Njësoj ka shihen. Vjen pak më ëmbël kjo. Ku shok tu, nak. Repertori, më ato këngën tonë, mos më këngë të tjerëve. Kënga jote kur të dali. Atëherë, kam qepën. Krip piper normalisht kungujt. Tek qepa, do ta pres, e kam thënë dikur, zhallata të mëdhaja. Jetë e madhe, kubik i madh. Do pres të kem 2. Erzat pa tjetër që nuk do mungojnë, por nuk mungon gjithashtu fura e parangrohur. Ne kemi parangrohur, sigurisht, në 190 sot. Po, dhe për ta pjekur yndyra, do ta lëj yndyrën thjesht të jetë ngrohtë. Do thoni ju, unë shumë i mund t'i marr të tër, ti përzije në një vend edhe ti kaloj në furr. Po përse? Mua do më duhet vatra. Pra, mua më ndihmon kjo dhe në buxhet. Marr qepën. Tani këto tava, këto gjellët me perime të ndryshme mund të jenë të përballueshme për vetë faktin se janë dhe më të lira tani në treg, sepse kanë sezonin e tyre që i gjejmë nga largojmë këtë pjesë. Po është niki diku, ja. Si zhvonin diku ndryshe. I bashkojmë perimet me njëra tjetrën. 4. O niki, të lutem shumë arregullo pak të kordonin zërin kjo, kështu që duhet. I bëj një përzierje, sikur se hedh direkt edhe karotat. Pra nuk skuqim, thjesht i zbusim, i ngrojmë pak. Largoj zemrën, do thonë, e mira është kur mbim nuk përdora faktikisht. Mund t'i bëjmë edhe gatim tjetër, por unë kam çdo ditë nga diçka. Kam 3 gatime që ju kam premtuar. Kam lulet që sot nesër janë në gatim, kam bishtat bimbe aromatike 2, sikur se kam premtuar dhe shoku të klasës Gendit, që e përshëndes shumë, që është në Greqi, pashaqoftet, juvelajkat, pa tjetër, në një mënyrë tjetër. Nuk harroj. Premtoj, por nuk harroj, sepse janë dhe gatimet të tjera. Do t'i marti përzijej. Nga Greqia të kërkoj pashaqofte? Ne kemi qenë shok në një klasë, po. Albana bëj. Janë të zakonshme. Po pra Albana bëj, kjo është. Normalisht se duan të testojnë sa di. Po di, pa tjetër që di. Tani ti me parasysh këto kërkesat e shokëve të mi, se edhe unë kam disa që më kanë kërkuar. Shif, unë faktikisht dua, ama vetëm gjendje civile mos ta kërkojnë. Pastaj s'ka është. Thash, i more parasysh. Qarë të bëj që më je shumë domosdoshme? Domosdoshmëria? Jo, domosdoshmëria ka shkuar në një nivel të lartë. Nuk e di çfarë do bëj, nuk e di. Bëj një përzierje. Ti lexoj që kam visave unë tani se çfarë të keqe duhen. Sa të shkoj të marrë edhe unë tavën. Çfarë duhet të gatuajnë sot dhe çfarë nuk duhet të gatuajnë. Çfarë nuk duhet të gatuajnë do t'i thoj pastaj. Çfarë do gatuani duhet të keni parasysh që
keni bërë pazaret fillimisht me perime të ndryshme, ose çfarë ka mbetur nga gatimet e mëparshme, sepse kjo recet kam përshtypjen se kështu do, copa nga perime të ndryshme. Shtë edhe patate tu? Gatuani me ngjyra, kjo është një kërkesë, ose është një domosdoshmëri në ditët e sotme, të kemi ngjyra, perimeve dhe patjetër të frutave në dietën tonë. Një tavë me perime të ndryshme, mbizotëron ndoshta më shumë njëra prej tyre, për megjithatë e shohim se çfarë perime kemi përzgjedhur ne. Kemi shtuar qepën, kemi shtuar karotat, kemi edhe patatet. Nëse do të shihni me radhë të tjera perime, do të jetë në total 1,5 kg me perime, ku ka edhe një herë karota, patate, patlıcan, bamje, kunguj, ju duhet vaj, patjetër qep, 4-5 domate, ne zgjodhëm këto domatet e verdha, të voglat. Po ashtu krip piper të zi dhe me majdanoz, do të mbajmë majdanozin nga bimët aromatike për t'ia shtuar në fund të tavës tonë. Në një tavë të zakonshme i vendosim dhe e përfundojmë në furrë. Shtoj patlıcanët, me të cilën është tava që asnjëherë nuk mungonte në shtëpi, sepse ishte gatimi. Të ujin e mbajmë ne, se na duhet për lule. Çfarë kishim ne në shtëpi? Unë e di, tjetër aromë vinte dikur, tjetër aromë. Mbaj mend, kur ngjisja shkallët, e gjithë hyrja vinte një aromë shumë e këndshme, shumë e këndshme. Domateve. Nuk e kam arritur, normalisht shperimja është toka janë gjitha këto faktorë. Por e kam thënë shpesh herë që kërkon atë dashurinë e duhur. Po të ishte gjyshja ime gjallë, do më thoshte, bi, pse lodhesh e vendos të gjitha këto bima aromatike në një gatim, sepse këtij gatimi do t'i shkoj vetëm rigoni. Por shija është dashuri, është dhe përshtatje. Pra, unë do t'i vendos edhe majdanoz, që t'ketë bollshëm. Do thoshe në fund fare, do më thoshte, dëgjoj bi, të drejtë ke, sepse majdanozi jep atë shije në freskët, nëse do shtosh dhe koper, do më thoshte, ajo është tjetër nivel, sepse i shton freskinë. Që kështu guxoni, po guxoni në shije që mbeten gjatë në mend. Nuk besoj se ka anvis që në kuzhinën e vet nuk ka eksperimentuar dhe nuk ka ndjekur rrugën e gjysheve, apo rrugën dua fletët, e nënave, petalen pa bazën. Makun. Pa tjetër ne që shafranin e kemi përdorur shumë. Po shafrani ynë, shafran i popullit të thjesht, është kjo lule. Pra është shafrani i të varfrit. Çfarë mund të bëhet? Mund të bëhen shumë, unë dëgjova emisionin e yllit, për përgatitjen e çajrave edhe të çajrave, po, tek çajrat duhet thahet, faktikisht thahet. Dhe petalet përdoren, sidomos në risotto. Mikit, e lutem, të gjitha këto mua mi kalon në ujë. Dhe disa të tjera, më vonë, unë do t'i kaloj kjo pjesa këtu jo. Dhe disa të tjera do t'i kaloj në tharje që kemi gatimet të tjera. Pra një premtim i vë vizë që e realizoj sot. Do më duhet për supën e peshkut, ja që e thash edhe supën e peshkut, shtoj dhe kungujt. Supën e peshkatarit. Supën e peshkut thashën, hajde, sepse kisha në mend marinarin. Këngën do t'a këndoj kur bëj peshku. Kemi dhe këngë për peshku, në? Për marinarin, po. Dikur e ka kënduar Zia Saraçi. Sot që kemi bërë shumë nostalgjik për këngët e vjetra. Ja. Të gjitha i kaloj, i lë të zbuten, shtoj. Kripën, piperin, këtu. Nuk do të shtoj më perimet të tjera, se do më duhen. E lë që të lëshoj pak. Të lëshoj. Faktikisht duhet të lëshoj shumë më tepër, është ai lëngu i verdh. Ajo,
e rezison, e artë. Një përzierje shumë të mirë. Po të duam, normalisht ju keni dhe bamje. Po. Unë nuk gjeta bamje, por dua që t'i jap recetën ashtu si duhet, sepse bamja i shton një shije tjetër. Bamja... Mos ishit të shtrenjta, moj. Po pa tjetër, që janë të shtrenjta, po ti mund të shtosh edhe 3 bamje. Pra nuk mund të marrësh. Sa për ta kombinuar, sa për ta shtuar në perimet. Budohuni mos bleni me kile, merrni me copë. Në vend të domates, shtoj domaten portokalli dhe ja ku kam një sër ngjyrash bombë në vitamina. Një plot ngjyra sot. Urdhëro. Që duhet të ndodhi shpesh në kuzhinë, kombinimi ngjyrave të perimeve. Një letër pjekje ka vitamina, ka shëndet. Ma lag Niki se e dua për pjesën e sipërme. Dhe të mbulosh legjet, nuk të shtosh poshtë. Të peshkun e ke marrë të dyqani peshkut, apo e ka gjujt në një nga çuna tanë? Se çuna tanë të shkojnë, një kemi peshkatarë. Po kur unë kam djemë, se të shkoj të marrë në dyqan? Që janë këto surpriza kështu në prezent tonë? Më të shi... Me këto kocë kështu. Është ajo kënga do martoj më malo me tripale saze, rofsho malo, do më them, rofsho visi që i more, rofsho pa që bardh në nënzore. Ja të shohim të gatuaj më pas me peshk të freskët, një supë të shishme, po ashtu edhe me perime. Pakës ujë. Ujë nga bimët aromatike, nga ujë majdanozi ose ujë koperi. Ja ku e kemi direkt. Si që patë, thjesht janë ngrohur perimet, janë zbutur pak në vaj. Opa! Se një do të shtrojmë në tavë. Kripën piperin për t'i marinuar dhe për t'i shtuar shien. Një letër sipër që të mos thahen, po me avuj dhe me lëngjet që vetë perimet kanë, të qëndroj një mas e butë, e shishme. E vendosim në furën tonë të parangrohur dhe kjo ishte receta e parë, pra një tavë, një turli në tavë me perime. Në furë të parangrohur e kam thënë, me shumë dashuri po e po. Kemi turli që e gatuajmë në tenxhere, ka dhe turli që bëhen edhe në tavë.